Lajme do të ndiqni, vitin e kaluar u regjistruan 17.500 biznese të reja sipas qendrës kombëtare të biznesit, numri më i lartë i tyre i përket sektorit të shërbimeve. Autoriteti rrugor shqiptar ka gati tenderin e rrugëve lidhëse me tunelin e Llogaras, ndërtimi i tyre do të kushtojë rreth 1.33 miliard lekë. Të rinjt shqiptar punojnë me orë më të zgjatura pune krahasuar me vendet e rajonit, shifrat më të fundit u publikuan nga Eurofound. Shoqëritë e ujësillësave kanë përmirësuar treguesit e performancës të dhënat të zyrtarizuar në raportin vjetor të entit rregullator të ujit. Mirëserdhët në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Skan Televizion. Gjatë vitit 2024 janë regjistruar rishtazë afro 17.500 biznese në të gjithë vendin. Të dhënat e qendrës kombëtare të biznesit tregojnë një numër të lartë aplikimesh për sektorin e shërbimeve. Rritja e aktivitetit turistik ka ndikuar shtimin e bizneseve në këtë sektor. Afro 17.500 biznese janë regjistruar rishtazë në vend për gjatë vitit 2024. Të dhënat e qendrës kombëtare të biznesit tregojnë se gjatë vitit që kaloi është shënuar një aktivitet i lartë në proceset e aplikimeve dhe regjistrimeve të reja. Sipas të dhënave të disponueshme, u regjistruan 107.388 aplikime online, duke reflektuar një interes dhe angazhim të lartë nga sipërmarrësit sa i takon çështjeve të biznesit. Aplikimet përfshin një gamë të gjerë shërbimesh, siç janë aplikime për regjistrime fillestare, ndryshime, pezullime, aktivizime dhe çregjistrime. Qendra kombëtare e biznesit operon në 3 regjistra, secili me kriteret dhe procedura specifike. Regjistri tregtar ka regjistruar 153.841 aplikime, duke përfshirë 17.500 subjekte të regjistruara. Regjistri i leje licencave dhe autorizimeve ka regjistruar 12.726 aplikime nga subjekte që kërkojnë miratim për veprimtari specifike, prej të cilave 2.122 u finalizuan me lëshimin e licencave dhe lejeve aktive. Të dhënat e QKB tregojnë një tendencë të vazhdueshme të digitalizimit dhe lehtësimit të procedurave për bizneset në Shqipëri. Në kuadër të reformës së digitalizimit, bizneset kryejnë të gjitha shërbimet e nevojshme që marrin nga qendra kombëtare e biznesit online nëpërmjet portalit Jellbenja, duke shkurtuar kohë, procedura si dhe radhët e pritjes për qytetarët. Po ashtu përmes ndryshimeve ligjore të ndërmarra vitin e kaluar, janë eliminuar një sër tarifash për aplikim që paguheshin më parë nga biznesi, siç është tarifa për kryen e aplikimit për rezervimin e emrit, si dhe është rregulluar mënyra e lëshimit të certifikatës për këtë qëllim. Po ashtu është hequr dhe tarifa për transferimin e emrit tek palët e treta, si dhe pagesa për kryerjen e aplikimit për korrigjimin e gabimeve. Certifikata e regjistrimit i shkon subjektit elektronikisht, njëkohësisht njoftimi i arsyes së refuzimit të aplikimit i shkon subjektit në rrugë elektronike. Është sanksionuar fakti se certifikata e regjistrimit fillestar lëshohet vetëm një herë në momentin e miratimit të aplikimit dhe i shkon subjektit në rrugë elektronike. Ekstraktet po ashtu lëshohen vetëm në format elektronik dhe pa pagesë nëpërmjet sportelit elektronik. Administrata tatimore ka ndërmarrë një analizë në sektorin e turizmit gjatë sezonit 2024, ku rezultoi se një sër biznesesh u deklaruan me humbje, ndërkohë që për gjatë periudhës qershor-gusht 2024, shitjet e rezultojnë të rritur vetëm me 14%. Ndërsa vendi ka regjistruar një bum turistik për gjatë vitit të kaluar, kjo nuk është reflektuar tërësisht tek bizneset e shërbimeve, siç janë strukturat akomoduese, baret dhe restorantet. Një pjesë e mirë e tyre janë kapur duke kryer evazion fiskal. Në kuadër të planit të turizmit 2024, administrata tatimore ka analizuar të dhënat në sistemin tatimor për subjektet pjesë e planit dhe janë kryer një sër analizash për risje të ndryshme, të cilat janë dërguar për trajtim. Pas analizës së kryer lidhur me krahasimin e xhiros nga fiskalizimi, për periudhën korrik 2024 dhe korrik 2023, janë evidentuar 100 tatim pagues aktiv me rënje në vlerë më të madhe. Rënja në vlerë është mbi 5 milion lekë. Po ashtu janë evidentuar 99 tatim pagues me numër punonjësish më pak se 10, tek të cilët totali të VSH-së detyrueshme për të dy periudhat është nën 200.000 lekë për periudhën qershor 2024, korrik 2024. Tatimet kanë evidentuar gjithashtu 27 subjekte me leje për stacion plazhi nga Agjencia e Bregdetit, mbi 10 punonjës dhe pa fatura për çadra për periudhën 12-18 gusht 2024. Megjithatë, nga krahasimi të dhënave nga fiskalizimi,
Vjet rese për periudhën gusht 2024 krahasuar me gusht 2023 ka një rritje të shitjeve prej 11% dhe një rritje të numrit të faturave të lëshuara prej 5%, ndërsa për periudhën 3 mujore qershor-gusht 2024 krahasuar me qershor-gusht 2023 rezulton një rritje e shitjeve prej 14% dhe një rritje e numrit të faturave të lëshuara prej 7%. Po ashtu janë regjistruar për përgjegjësinë e TVSH-s rreth 110 tatim pagues gjatë periudhës maj-gusht 2024. Për të luftuar evazionin fiskal dhe mospërputhjen midis numrit të turistëve dhe shitjeve, një javë më parë qeveria miratoi një vendim sipas të cilit strukturat akomoduese duhet të deklarojnë një më pak se 65% shitje të kapaciteteve që kanë për gjatë periudhës 1 maj 30 shtator dhe jo më pak se 30% nga periudha 1 tetor 30 prill. Në janar të këtij viti, numri i vizitorëve në Shqipëri u rrit me rreth 27%. Shtim të ndjeshëm kanë turistët e huaj që preferojnë destinacionet jo bregdetare. Rajoni qendror rezultoi më i vizituari. Italia, Kosova dhe Gjermania janë burimi kryesor i turistëve të huaj. Turizmi në Shqipëri ka nisur vitin 2025 me shifra pozitive. Sipas Institutit të Statistikave, numri i vizitorëve në muajin janar është rritur me 26.9% krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 120.139 pushues. Rritjen më të madhe kanë shënuar turistët e huaj me një vlerë prej 41%. Në lidhje me netat e qëndrimit, dhënat tregojnë një rritje totale prej 35.8%. Për këtë sezon, turistët duket se kanë preferuar më shumë destinacionet jo bregdetare, të cilat shënuan një rritje prej 46.5%. Ndërkohë sa i përket strukturave të akomodimit, hotelet dhe ambientet e gjashme mbetet zgjidhja kryesore për 38.4% të vizitorëve. Statistikat tregojnë se rajoni qendror ka pritur numrin më të madh të turistëve, duke regjistruar gjithsej rreth 67.000 vizitorë, pas tij renditej rajoni jugor me 31.000 vizitorë. Ndërkohë rajoni verior rezultoi më pak i vizituar, duke tërhequr vetëm 22.798 turistë për muajin janar. Ndër turistët jo rezident që zgjodhen Shqipërinë si destinacion, Italia zuri vendin e parë me 21% të vizitorëve, më pas vjen Kosova me 18% dhe Gjermania me 6%, po ashtu Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kontribuan respektivisht me 6% dhe 5% të turistëve për këtë periudhë. Një tjetër trend i rëndësishëm është rritja e vizitorëve nga vendet të tjera europiane, të cilat përbënin 44.4% të totalit të turistëve të huaj. Instat bën me dije se norma e shfrytëzimit të dhomave në hotele arriti në 14.5%, duke shënuar një rritje të lehtë nga 14.2% në janar të vitit 2024. Këto shifra tregojnë se Shqipëria po tërheq gjithmonë më shumë turistë nga tregje të ndryshme. Turizmi malor është gjithnjë më tepër në rritje, kryesisht në Theth dhe Valbon. Sipas Instat, numri i shtetasve të huaj që po frekuentojnë bujtinat është dyfishuar. Plani sektorial i turizmit synon që deri në vitin 2030 shtohen edhe më shumë kapacitetet akomoduese. Ndonë se hotelet dhe strukturat e tjera akomoduese në jug të vendit në fillim të këtij viti vazhduan të frekuentoheshin kryesisht nga shtetas shqiptar, turistët e huaj për shkak të stinës preferojnë hotelet dhe bujtinat në Valbon dhe Theth. Sipas të dhënave nga Instat, në 2 muajt e parë të dimrit, rreth 50.000 shtetas shqiptar dhe të huaj frekuentuan hotelet dhe bujtinat në veri të vendit. Tashmë edhe për sa i përket turizmit malor, aty ku unë kam edhe ekspertizën më të madhe, le të themi që edhe aty turizmi po shkon avash drejt trendit të gjithvjetor. Thotë që si në Valbon, si në Theth, në këto luginat më të mëdha, mos kemi një pjesë, pra një 30% të bujtinave që qëndrojnë hapur gjatë gjithë vitit dhe të presin klient shqiptar kryesisht, por jo vetëm. Ajo që vjet re është se numri i shtetasve të huaj që kanë frekuentuar bujtinat është dyfishuar gjatë muajit të kaluar, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Por që ne synojmë dita ditës që këto strukturat i kemi me të gjitha facilitetet që të ofrojmë kushtet optimale për një turist që vjen atje për të pushuar. Pra që t'jenë me ngrohje, që dhoma të jetë me pamje, që të ketë gjithë facilitetet brenda strukturës, por edhe jashtë saj, pastaj që të ofrojmë aktivitete, se çfarë të bësh në këtë zona, edhe në stinën e dimrit, jo vetëm të verës. Ne punojmë të gjithë së bashku me tur operator apo dhe me bujtina, përfaqësues, për të ofruar sa më shumë shërbime ekstra, pra xhirot me kuaj, xhirot me motora, ziplanet e ndryshme që tashmë i kemi nga Puka në Lumë në Shalës, në Theth, dhe të tjera aktivitete shtesë për plotësuar një paket alpine, pra për një turizëm malor. Plani sektorial i turizmit synon që deri në vitin 2030 Thethi të ketë një kapacitet akomodues prej 1.550 shtetër në bujtina, ndërsa do të rritet edhe kapaciteti për kamping.
Në një takim me sipërmarrës në sektorin e bujqësisë në Kuçov, kryeministri Edi Rama shpjegoi instrumentet e reja të financimit në bujqësi. Rama tha se Kredia e But me linjë financimi 250 milion euro e kombinuar me garancinë sovrane ul më tej normat e interesit. Me dy linjat e reja të financimit për bujqësinë siç janë kreditë e buta dhe garancie sovrane, u fokusua kryeministri i vendit Edi Rama në një takim informues me sipërmarrësit në sektorin e agroturizmit në Kuçov. Kredia but me një linjë financimi për 250 milion eurosh dhe me një normë interesi 3.5% e kombinuar me garancinë sovrane e ul këtë normë në 2% dhe mbulon kolateralin deri në 70%. Është një instrument kredi i Bankës së Shqipërisë, nuk ka bërë kurrë më parë. Duke vendosur 250 milion euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme, dhe me fokus tek bujqësia. Kredia është fantastike, me 2%. Kredi me 2% është vërtet fantastike, me 70% të garancisë mbi kolateralin, që është prapë diçka që juve ju bën shumë punë. Ndër të tjera, Rama deklaroi se Shqipëria ka përmirësuar ndjeshëm deficitin tregtar nga viti 2013 deri më sot. Sipas të dhënave të Instat, eksportet e fruta perimeve kanë shënuar rritje të vazhdueshme, ku ndikim më të madh kanë patur zarcavatet. Kemi rezultate shumë mira në përmbysjen e shifrave të deficitit tregtar, sepse kur ne kemi marrë detyrën e kishim 1,7 dhe 1,8 pra për ushqimin. Eksportonim 1 dhe importonim 8. Sot jemi në 1,3 dhe ambicia është shkojmë në 1,2. Dhe mund të shkojmë në 1,2 pa diskutim. 1,3 tregon që prodhohet shumë më tepër për tregun vendas. Pra, prodhohet më shumë për eksport, prodhohet më tepër për tregun vendas dhe një pjesë e mirë e atyre që deri dje merreshin nga tregu i huaj i përballon tregu vendas. Por siç thotë Ervin Dema, the sky is the limit, se ky thot anglisht. Qielli është kufiri jon. Kreu i qeverisë u ndal gjithashtu te paketa e malheve, një nismë e re që synon të lehtësoj disponimin e tokave. Sipas tij, emigrantët që duan të kthehen do të kenë një mundësi të investojnë në tokat e të parëve të tyre dhe të përfitojnë nga një lehtësi fiskale për 10 vitesh, pa taksa për ndërtimin e strukturave të agroturizmit dhe zhvillimin e turizmit malor. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati tenderin për ndërtimin e rrugëve lidhëse në tunelin e Llogaras që do të kushtojë rreth 1.33 miliard lekë. Dorëzimi final i kësaj vepre infrastrukturore parashikohet të bëhet përgjatë këtij viti. Ndërtimi i rrugëve lidhëse në tunelin e Llogaras do të kushtojë rreth 1.33 miliard lekë apo 13.5 milion euro. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati tenderin mbi kufirin e lartë monetar, që parashikohet të hapet në vijim, me qëllim për zgjedhjen e kompanisë që do kryejë punimet. Paralelisht është planifikuar dhe tenderi për mbikëqyrjen e punimeve me një fond limit prej 26.67 milion lekë. Tuneli Llogaras u hap për kalimin e automjeteve përgjatë sezonit veror të vitit të kaluar, ndërkohë që në muajin tetor u mbyll sërish për të përmbyllur punimet edhe në tunelin e emergjencës. Dorëzimi final i kësaj vepre infrastrukturore parashikohet të bëhet përgjatë këtij viti, teksa kalimi përgjatë tij do të jetë me pagesë. Gjithsesi, deri më tani, nuk është bërë ende me dije se sa do të jetë tarifa që do të aplikohet. Ndërtimi i tunelit të Llogaras nisi në nëntor të vitit 2021 përmes një kontrate me vlerë 17 miliard lekë. Ai ka një gjatësi prej 6 kilometra dhe përbëhet nga tuneli kryesor dhe ai i emergjencës. Ai është pjesë e seksionit rrugor Orikum-Himar dhe fillon 500 metra në veri perëndim të urës së Shënelizës në segmentin rrugor Dukat-Llogara dhe përfundon 1.3 kilometra në perëndim të urës së Palasës, duke evituar tërësisht qafën e Llogaras. Kalimi përmes tunelit shkurton kohën e aksesimit të jugut të vendit me rreth 45 minuta. Segmenti rrugor Berat-Ballaban dorëzohet brenda vitit 2025. Lajmin e dha zëvendës kryeministrja Belinda Balluku gjatë inspektimit së bashku me kryeministrin Rama të punimeve në lotin e parë të këtij aksi. Edhe pse përfundimi i rrugës Berat-Ballaban ishte parashikuar për vitin 2026 sipas kontratës, ritmi i mirë i punimeve mund të bëjë të mundur dorëzimin e saj brenda këtij viti.
Gjatë inspektimit në lotin e parë të këtij aksi, kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministre e njëkohësisht ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku deklaruan se puna në këtë segment ka arritur në 27%. Jemi në një segment të rëndësishëm rrugor, Berat-Ballaban, një segment rreth 60 km, i cili lidh 3 bashki të rëndësishme, atë të Beratit, Përmetit dhe Tepelenës. Këtu jemi në lotin e parë, ecuria e punimeve është rreth 27%, por nga sa po diskutoja më përpara këtu me të gjithë skuadrën që punon, mund ta mbarojmë edhe në fund të këtij viti. Kemi nisur nga ana e Tepelenës, pra kemi nisur nga ura e Ballabanit, atje ecuria është 67% sot që flasim. Në ndërkohë që në lotin e dytë pastaj është diku në të njëjtën ecuri, pra rreth 30% është atje, 27% është këtu. Po siç tham, me kompaninë që po bisedonim sot, ka shumë mundësi që ta mbyllim brenda vitit, pra deri në 10. Nga ana tjetër, kryeministri Rama vlerësoi progresin e punimeve dhe theksoi se investimet infrastrukturore do të vazhdojnë me projekte të reja rrugore. Ai gjithashtu nënvizoi potencialin e zonës për zhvillimin e agroturizmit, duke konsideruar këtë aks rrugor si një mundësi për të nxitur ekonominë lokale. Operatori i blerjeve të përqendruara shpalli tender për regjistrim fillestar të 106 të zonave kadastrale të cilat shtrihen në qarqet Kukës, Shkodër, Dibër, Elbasan, Lezhë dhe Durrës. Për arsye teknike dhe financiare në to, deri më tani nuk ka nisur regjistrimi fillestar. Operatori i blerjeve të përqendruara ka shpallur hapjen e tenderit për regjistrim fillestar për 106 zona kadastrale. Fondi limiti për llogaritër është 410.679.250 lekë. Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës ka ndërmarrë këtë projekt, i cili ka për qëllim realizimin e procesit të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në zonat kadastrale që nuk operojnë në sistemin e pasurive të paluajtshme. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, nga 3058 zona kadastrale që Agjencia Shtetërore e Kadastrës administron në të gjithë territorin e vendit, evidentohen rreth 225 zona kadastrale ku nuk është kryer procesi i regjistrimit fillestar, pa përfshirë zonat kadastrale ku ky proces është në vijim. Për realizimin e këtij projekti, ASHK ka evidentuar 106 zona kadastrale të shtrira kryesisht në qarqet veriore të vendit, ku nuk është kryer procesi i regjistrimit fillestar, duke plotësuar kështu 100% regjistrimin fillestar në pjesën e qarqeve veriore në Republikën e Shqipërisë. Këto zona kadastrale shtrihen në qarqet Kukës 48 zona kadastrale, Shkodër 37 zona kadastrale, Dibër 12 zona kadastrale, Elbasan 5 zona kadastrale, Lezhë 3 zona kadastrale dhe Durrës 1 zonë kadastrale, të cilat për arsye të vështirësive teknike dhe pamundësive financiare nuk e kanë kryer procesin e regjistrimit fillestar. Sipas dokumentit, zonat kadastrale që janë pjesë e këtij projekti ndodhen kryesisht në terrene të vështira malore. Transporti dhe infrastruktura janë të vështira, parcelat e pasurive janë të vogla dhe të shpërndara edhe në zona të mirëfillta pyjore dhe kullësore. Në përgjithësi, në këto zona kadastrale nuk ka ndodhur një proces i rregullt të ndarjes së tokës bujqësore me ligjin 7501. Kjo ka qenë edhe një nga arsyet se pse në këto zona nuk ka ndodhur më parë procesi i regjistrimit fillestar. Referuar dokumentit, përfundimi i regjistrimit fillestar në të gjithë vendin është një nga prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare për realizimin e reformës në fushën e të drejtave të pronësisë dhe të reformës së menaxhimit të integruar të tokës, si dhe një nga kriteret kryesore që duhet të përmbushen nga shteti shqiptar në drejtim të reformimit të shërbimeve publike në lidhje me të drejtat e pronësisë në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, realizimi i regjistrimit fillestar i pasurive të paluajtshme në të gjithë territorin e vendit është helbësor për realizimin e investimeve të parashikuara, si dhe për të hapur rrugë investimeve të reja publike apo private në vend. Ky projekt përputhet me dokumentin e politikës Agjenda Kombëtare e Reformave 2024-2027 në kuadër të instrumentit të Bashkimit Evropian, faciliteti për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor. Një nga reformat e përcaktuara në këtë dokument është sigurimi i transparencës dhe efikasitetit të shërbimeve të kadastrës shtetërore për investitorët dhe qytetarët dhe ofrimi një politike të qartë për përdorimin e tokës, ku si prioritet është përcaktuar regjistrimi fillestar i kryer në 95% të gjitha zonave kadastrale deri në qershor 2026. Gjithashtu, sipas dokumentit, parashikohet që Agjencia Shtetërore e Kadastrës deri në qershor të vitit 2026 të ketë kryer procesin e regjistrimit fillestar për 108 zona kadastrale.
Sipas një raporti të Eurofound për vendet e Ballkanit Perëndimor, mbi 30% e të rinjve punojnë me orë të gjata pune. Shqipëria ka numrin më të lartë të rinjve që punojnë më shumë se 48 orë në javë. Të rinjtë shqiptar janë ata që punojnë me orare më të zgjatura në krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe Evropës. Sipas një raporti të Eurofound, në vendet e Ballkanit Perëndimor, mbi 30% të rinjve punojnë me orë të gjata pune. Shqipëria ka numrin më të lartë të rinjve që punojnë më shumë se 48 orë në javë. Konkretisht, 58% të tyre punojnë më gjatë se orari zyrtar i punës. Gjithashtu, vendi ynë ka nivelin më të ulët të rinjve që nuk marrin një orë pushim nga puna. Direkt pas nesh vjen Kosova me gati gjysmën e të rinjve që punojnë me orë të zgjatura. Pavarësisht se numri i të rinjve shqiptar që punojnë më shumë se 48 orë në javë është më i lartë si atyre nga rajoni dhe Evropa, të dhënat nga raporti tregojnë se sërish shqiptarët bashkë me maqedonasit janë ata që dinë të balancojnë më mirë punën me angazhimet familjare dhe sociale në krahasim me Bashkimin Evropian. Sipas statistikave, 84% të rinjve në Shqipëri nuk e kanë të vështirë dhe janë në gjendje të bëjnë një balancim të duhur midis punës dhe angazhimeve familjare apo shoqërore. Gjithashtu, edhe pse punojnë me orë më të zgjatura, shumica e të rinjve në vendin tonë nuk janë të detyruar të punojnë me shpejtësi apo me afate të ngushta kohore. Edhe përsa i takon punëve të përkohshme, të rinjtë shqiptar kanë pothuajse 4 herë më pak gjasa të angazhohen në punë të përkohshme, pra për një periudhë të shkurtër kohore se sa të rinjtë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Eurofound në një anketim të realizuar me të rinjtë shqiptar që studiojnë jashtë vendit, del në përfundimin se gjysma nuk duan të kthehen më të punojnë në Shqipëri. 50% e tyre do të ktheheshin vetëm pasi të kishin ndjekur arsim të mëtejshëm ose të kishin punuar një farë kohe në një shtet të huaj. Megjithase lidhjet familjare apo dëshira për të kontribuar në vendin e tyre mund të jetë një arsye për të kthyer, sërish ata zgjedhin të ndërtojnë jetën e tyre jashtë vendit. Nga 210 gjoba të vendosura nga Inspektorati i Punës ndaj bizneseve që kryejnë në shkelje, vetëm 21% e tyre janë ankimuar. Shifrat nga Inspektorati i Punës flasin për një rënje të ankimimeve ndaj vendimeve të inspektorëve, në krahasim kjo me vitet e mëparshme. Gjatë vitit që lan pas, bizneset kanë ankimuar më pak gjoba të vendosura nga inspektorët e punës. Sipas raportit vjetor të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, në 2024 janë vendosur gjithsej 210 gjoba, ku vetëm 21% e tyre u ankimuan, shifër kjo më ulët krahasuar me vitet e mëparshme. Gjithsej rezultojnë të jenë depozituar 920 ankesa ose kërkesa, prej të cilave 80% janë ankesa ose denoncime nga punëmarrës dhe 20% janë kërkesa për informim dhe sqarime ligjore, treguesi transparencës institucionale dhe besimit në informacion. Këto ankesa janë trajtuar përmes proceseve të rregullta inspektuese, kryesisht për shkelje të drejtave të punëmarrësve, si mos pagesa për punën në ditët e festave, pushimet javore, orët shtesë dhe mungesa e kontratave të punës. Numrin më të madh të denoncimeve të trajtuara i përkasin Drejtorisë Rajonale Tiranë me 61.3%, rajoni Vlorë me 8.3% dhe rajoni Korçë me 4.3%. Gjykata ka lënë në fuqi 100% të vendimeve të inspektimit dhe 45% e gjobave janë likuiduar vullnetarisht, 10% më shumë se vitin e kaluar duke reflektuar një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së vendimarrjes së inspektorëve. Ky trend në ulje i vendimeve të ankimuara administrativisht dhe ankimimeve kundër gjobave tregon një rritje të besimit të bizneseve në procesin e vendimarrjes dhe përmirësimin e komunikimit dhe transparencës institucionale të Inspektoratit Shtetëror të Punës. Gjatë vitit 2024 janë inspektuar mbi 190.000 vende pune, ose marrëdhënie punësimi të verifikuara në 9.860 subjekte të inspektuara, duke shënuar 1% më shumë inspektime se njëjta periudhë një viti më parë, edhe pse numri i pozicioneve vakante është 10 inspektor terreni. Treguesit e inspektimit kanë rezultuar në rritje cilësore krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Raporti vjetor i entit rregullator të ujit për vitin e kaluar tregon se shoqëritë e ujësillsave e përmirësuan performancën e tyre. Kohëzgjatja e furnizimit me ujë u rrit në 17.3 orë në ditë nga 16.3 orë në ditë që ishte në vitin 2023. Shoqëritë e ujësillsve kanë përmirësuar treguesit e performancës që lidhen me kohëzgjatjen e furnizimit me ujë, ujin pa të ardhura,
mbulimin e kostove të operimit dhe mirëmbajtjes, nivelin e matjes, eficiencën e stafit apo eficiencën e energjisë, ndërsa treguesi normës së arkëtimit pësoi rënje. Sipas të dhënave zyrtare nga enti regulatori i ujit, gjatë vitit 2024 mbulimi i kostove të operimit dhe mirëmbajtjes arriti në 109.8% nga 100.5% që ky tregues ishte në vitin 2023. Rritja e këtij treguesi lidhet direkt me qëndrueshmërinë financiare të shoqërive ujësillës kanalizime, që para 2 vitesh u nënshtruan reformës, duke sjellë bashkimin e tyre dhe krijimin e shoqërive më të mëdha. Aktualisht janë krijuar 14 shoqëri rajonale, ndërsa Tirana, Vora dhe Kamza nuk janë bashkuar ende, duke vepruar si shoqëri të ndara. Kozgjatja e furnizimit me ujë arriti në 17.3 orë në ditë gjatë vitit të kaluar, nga 16.3 orë në ditë që ishte në vitin 2023, duke shënuar përmirësim me 1 orë në ditë. Sipas entit rregullator të ujit, janë 8 shoqëri rajonale që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë deri 24 orë në ditë, si Korça, Lezhë, Berati, Gjirokastra, Pogradeci, Shkodra dhe Saranda. Më keq performojnë shoqëritë e ujësillës kanalizime Kamës me 4 orë në ditë dhe ujësillës kanalizime Vorë me 8 orë në ditë. Furnizimi me ujë të pandërprer 24 orë në 7 ditë javës ofrohet vetëm nga shoqëria rajonale e Lezhës. Uji pa të ardhura për vitin 2024 është përmirësuar ndjeshëm me rreth 3.6%, krahasuar me një vit më parë, përkatësisht nga 64.7% në 61.1%. Përmirësimi i këtij treguesi ka ardhur si rezultat i rritjes së volumit të ujit të faturuar. Sipas RUs, pothuajse të gjitha shoqëritë kanë performuar mirë në këtë drejtim. Ndërkaq norma e arkëtimit për vitin 2024 ka një rënje të lehtë, përkatësisht ajo korrente në 83.2% nga 83.9% dhe ajo e përgjithshme në 102.4 nga 103.5%. Sipas RUs, ndikimin kryesor në përkeqësimin e këtyre treguesve e jep Ujësillësi i Tiranës, me rënje të normës së arkëtimit korrente në -4.4%, e cila përbën dhe pjesën kryesore të përkeqësimit të këtij treguesi, pasi mbetet shoqëria ujësillës kanalizime më e madhe në sektor, me rreth 36% të totalit të ardhurave të sektorit. Ndërkaq numri i lidhjeve në raport me stafin u regjistrua në 4.51 për 1.000 lidhje, nga 4.56 për 1.000 lidhje që ishte në vitin 2023, duke shënuar një përmirësim me 0.05%. Sipas RUs, kjo vjen si rezultat i shtimit të lidhjeve me ujë me rreth 29.233 lidhje, pasi numri i stafit është shtuar me 34 punonjës. Sipas shifrave të analizuara nga Scanintel në muajin shkurt të këtij viti, vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të importeve janë Arabia Saudite me 225% dhe Kina me 16.6%. Sipas të dhënave në shkurt, importet e mallarve arritën në vlerën 68 miliard lekë, duke ulur me 8.6% në krahasim me një vit më parë. Edhe nëse analizojmë 2 muajt e parë të vitit në drejtim të importeve, sërish shohim një rënje prej 4.7% krahasuar me 2 muajt e parë të vitit 2024. Scanintel ka marrë në konsiderat të dhënat për muajin e 2 të vitit sa i përket partnerëve kryesor, të cilat vende plotësojnë top 10 furnizuesit kryesor me mallra. Shifrat flasin për Italinë në vend të parë, pasuar nga Turqia, Kina, Greqia, Gjermania, Arabia Saudite, Serbia, Shtetet e Bashkuara, Polonia dhe Franca. Krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të shkuar, duket se partnerët kryesor kanë ndryshuar. Shifrat e Instat thonë se kanë dalë nga renditja India dhe Korea e Jugut për të sfondsuar me Arabinë Saudite dhe Poloninë. Në muajin shkurt të vitit 2025, vendet me të cilat Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të importeve janë Arabia Saudite me 225%, Kina me 16.6%, Greqia me 10%, Serbia me 13.5%, Polonia me 11.8% dhe Franca me 9.8%. Ndërkohë nga ana tjetër, ndër partnerët kryesor ku regjistrohet rënja më e madhe mund të përmendim Turqinë me 41%, Gjermaninë me 12.1%, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara me 2.5% dhe 1.2% përkatësisht. Nëse flasim në terma 2 mujorësh, vendet me të cilat Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të importeve janë Italia me 1.2%, Kina me 31.1% dhe Greqia me 6.3%. Projektligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to, i cili parashikon harmonizimin e plot të direktivave të Bashkimit Evropian, është publikuar për konsultim publik, por cilat janë objektivat që duhet plotësohen, ndjekim kronikën. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka publikuar për konsultim publik projektligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to. Por çfarë parashikon ky projektligj? Referuar relacionit, objektivat e këtij projektligji janë mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to, afati i mbrojtjes së të drejtave së autorit,
kufizimit në ushtrimet të së drejtës së autorit, administrimin individual dhe kolektiv, si dhe cënimin e tyre. Ndërkohë, ky projekt ligj ndër të tjera do të harmonizojë plotësisht direktivat e Bashkimit Evropian, të cilat janë të harmonizuara pjesërisht. Si fillim, direktiva e cila duhet përmbushur është Infosoc, e cila harmonizon të drejtat ekskluzive të autorëve, direktiva për qiran dhe huadhënien, e cila harmonizon të drejtën e autorëve, interpretuesve, producentëve dhe transmetuesve për të autorizuar ose ndaluar dhënien me qira dhe huadhënien e veprave të tyre dhe objekteve të tjera. Ndërkohë, një tjetër direktivë është ajo për të drejtën e rishitjes, për transmetimet satelitore dhe kablore e të tjerë, por cilat do të jenë masat ndëshkimore, referuar relacionit në net 9 dhe 10 mund të zbatohen përmes vendosjes së gjobave financiare, të cilat mund të arrijnë deri në 3% të ardhurave vjetore të mbledhura në Republikën e Shqipërisë nga platformat. Ndërkohë, direktiva përcakton se mbikëqyrja e rregullave do të jetë ndarë ndërmjet Komisionit Evropian, i cili do të bëhet përgjegjës kryesor për platformat e mëdha në internet. Komisioni do të ketë kompetencën për të kryer hetime dhe për të vendosur gjobë deri në 6% të ardhurave globale të platformës. Partitë e mëdha politike kanë prezantuar programet e tyre ekonomike me premtimet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Televizioni Skan ka hapur një sondazh në faqen zyrtare sa i përket faktit se sa të realizueshme janë këto programe ekonomike. Në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, partitë kryesore kanë prezantuar programet e tyre ekonomike me premtime të ndryshme për të përmirësuar ekonominë e vendit. Shumë prej partive që kanë bërë deklarata kanë përmendur edhe shifra se ku duan të arrijnë. Disa nga premtimet lidhen me rritjen e pagës minimale, asaj mesatare apo dhe minimumin etik dhe pensionet. Për shembull, nëse i marrim në analizë secilën, shohim që Partia Demokratike premton një pagë mesatare mujore për 1.200 euro dhe një pagë minimale për 500 euro. Partia Socialiste nga ana tjetër synon përfundimin e negociatave me Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Lëvizja Bashk fokusohet në rritjen e pagës minimale prej 60.000 lekë, pensionin mesatar prej 32.000 lekë dhe përmirësimet e tjera në sektorin e bujqësisë dhe shërbimeve sociale. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet premton depolitizimin e administratës, rritjen e buxhetit për arsimin, dyfishimin e pagave të mësuesve dhe heqjen e tatimit mbi fitimin, ndërsa Partia Mundësia propozon një projekt ekonomik afatgjatë me 50% më pak shpenzime administrative dhe taksa. Nëse analizojmë me detaje këto premtime, mund të dalim në konkluzione të cilat lidhen me realizueshmërinë, kostot dhe ndikimin që mund të kenë, por cili është opinioni publik sa i përket këtyre premtimeve. Televizioni Skan ka hapur një sondazh në faqen zyrtare sa i përket realizueshmërisë së programeve ekonomike. Për pyetjen sa ju bindin programet ekonomike të partive për zgjedhjet e 11 majit, rreth 56% e pjesëmarrësve përgjigjen se janë premtime të parealizueshme. Rreth 26% për tyre kanë thënë se kanë ide të mira, por mungojnë detajet e zbatimit dhe 18% janë shprehur se janë të detajuara dhe të realizueshme. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu zhvilluan një inspektim në bazën ajrore të Kuçovës që po kthehet në një aset strategjik të NATO-s. Modernizimi i forcës ajrore përfshir edhe flotën e dronëve luftarak që tashmë shërbejnë edhe për misione civile mbetet një prioritet kyç për sigurinë kombëtare. Kryeministri Edi Rama së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Piro Vëngu zhvilluan një inspektim në bazën ajrore të Kuçovës që po kthehet në një aset strategjik të NATO-s, fal investimeve në infrastrukturë, modernizim dhe trajnime. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu theksoi se kjo qendër është në dispozicion për çdo detyrë që ngarkohet nga agjencitë e tjera ligjzbatuese. Puna ka vijuar në fakt për ndërtimin e objekteve të reja dhe aktualisht gjendemi në zonën e fortifikuar të depove të municionit, armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bombat drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatime dhe të marrëveshjes me aleatin turk. Ishte absolutisht e nevojshme që të kishim një qendër si kjo, me klasa laboratore dhe akomodim, sikundër, në fakt baza taktike e Kuçovës nënkupton një personel për 350 personave të dislokuar në mënyrë permanente këtu dhe jemi duke finalizuar dhe në qytetin Kuçovës ish shtëpinë e oficerëve, po e rehabilitojmë tërësisht në mënyrë që të qëndrojnë në kushte sa më komode i gjithë personeli dhe familjarët.
Modernizimi i forcës ajrore përfshirë edhe flotën e droneve luftarak, të cilët tashmë shërbejnë edhe për misione civile, mbetet një prioritet kyç për sigurinë kombëtare. Ndërkohë Shqipëria ka arritur ndjeshëm investimet në sektorin e mbrojtjes, ku për herë të parë këtë vit janë akorduar fonde që arrin nivelin 2.01% të prodhimit të brendshëm bruto dhe 54.8% e buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2025 shkon për modernizimin dhe rritjen e gatishmërisë operacionale. Investimet janë në disa drejtime: në rinovimin e bazave ushtarake, ndërtimin e bazave të reja, investime në teknologji dhe sidomos investime të forca njerëzore. Shqipëria, Kroacia dhe Kosova kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Tre vendet synojnë forcimin e kapaciteteve ushtarake, avancimin e teknologjisë së mbrojtjes dhe rritjen e ndërveprimit rajonal. Në Tiranë nënshkruan një deklaratë e përbashkët për bashkëpunim në mbrojtje mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Qëllimi kryesor i marrëveshjes është forcimi i kapaciteteve mbrojtëse të tre vendeve, avancimi i industrisë dhe teknologjisë së mbrojtjes dhe rritja e ndërveprimit ushtarak në nivel rajonal. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes, ringritjes së industrisë ushtarake, dhe nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne të bashkëpunojmë edhe më thellë, edhe më gjerë. Pika e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin që forcat tona të armatosura duhet të zhvlerësojnë, qoftë nga këndvështrimi i stërvitjeve, që nga këndvështrimi i modernizimit të kapaciteteve, dhe besoj se edhe Shqipëria dhe Kosova kanë këtu çfarë të mësojnë nga një aleat i vyer si Kroacia. Për më tepër, Shqipëria dhe Kroacia do të thellojnë bashkëpunimin për harmonizimin e qëndrimeve politike me qëllim mbështetjen e Kosovës në procesin e integrimit të saj në strukturat rajonale dhe euroatlantike. Ministri i Kroacisë dhe Kosovës e vlerëson këtë nismë si një hap të rëndësishëm për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, si dhe për zhvillimin e aftësive të përbashkëta në përballje me sfidat dhe rreziqet aktuale. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Komisioni Evropian synon të negociojë një marrëveshje sigurie me Britaninë e Madhe. Një partneritet i tillë është prioritet dhe për Londrën, por së pari duhet siguruar mbështetja e të gjithë vendeve anëtare të bllokut. Komisioni Evropian po përpiqet intensivisht i bind vendet anëtare të japin një mandat për të negociuar një partneritet të sigurisë dhe mbrojtjes me Mbretërinë e Bashkuar. Negociimi i një partneriteti të tillë kërkon miratimin unanim të 27 vendeve anëtare, por disa shtete si Franca kanë sinjalizuar tashmë se duan që çdo pakt sigurie të përfshihet në një rivendosje më të gjerë të marrëdhënieve, duke rikthyer mantrën e Brexit se për asgjë nuk është rënë dakord derisa të bijmë dakord për gjithçka. Për shërbimin e veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, rritja e bashkëpunimit për sigurinë dhe mbrojtjen me Mbretërinë e Bashkuar është një domosdoshmëri, sepse konteksti aktual gjeopolitik është dramatikisht i ndryshëm nga kur të dy palët arritën marrëveshjen e tregtisë dhe bashkëpunimit që përcakton kushtet e marrëdhënies së tyre. Meqense deklarata e politikës së jashtme u la jashtë marrëveshjes së tregtisë dhe bashkëpunimit, ne duhet të gjejmë mënyra të reja dhe një bazë të re për bashkëpunimin ton, thon burime nga Brukseli dhe Londra. Për këtë përfaqësuesit të lartë duhet mandati nga Këshilli i Bashkimit Evropian, domethënë aprovimi të gjitha shteteve anëtare. Diskutimet janë duke vazhduar intensivisht për marrjen e këtij mandati. Kryeministri britanik Keir Starmer, i cili erdhi në pushtet verën e kaluar, ka shtuar presionin për një pakt sigurie dhe mbrojtje, për të cilin ai tha se muajin e kaluar duhet të fokusohet në kërkimin dhe zhvillimin, lëvizshmërinë ushtarake në të gjithë Europën, bashkëpunim më të madh në misione dhe operacione, si dhe bashkëpunim industrial. Vendimi papritur i Donald Trump për të nisur bisedimet me Rusinë për përfundimin e luftës së saj në Ukrainë ka përshpejtuar ofrimin midis Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të diskutuar garancitë europiane të mbrojtjes dhe sigurinë për Ukrainën. Për sa i përket Kievit, Franca dhe Britania e Madhe janë disa hapa përpara, pasi të dyja shtetet kanë treguar gatishmërinë për të dërguar trupa në Ukrainë si pjesë e një misioni paqëruajtës. Përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas, e cila ka paraqitur një iniciativë për një koalicion të gatshëm për të ofruar mbështetje ushtarake me vlerë deri në 40 miliardë euro në afat të shkurtër për Ukrainën, planifikon të vizitojë Britaninë e Madhe të mërkurën, ku do të takohet me kreun britanik të shtabit të mbrojtjes.
Italia dhe Spanja nuk janë të gatshme që të mbështesin propozimin e bërë nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar Ukrainën me 40 miliardë euro pajisje ushtarake. Ato thonë se duhet pritur fundi i negociatave midis administratës Trump dhe Rusisë për të parë nëse do të ketë apo jo një armë pushim. Italia dhe Spanja e kanë bërë të qartë se nuk janë të gatshme të mbështesin një propozim të Bashkimit Evropian për të premtuar deri në 40 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën këtë vit. Propozimi i kreut të politikës së jashtme Kaja Kallas në kupton një dyfishim të mbështetjes ushtarake të Bashkimit Evropian për Kievin në luftën kundër pushtimit të Rusisë, pasi bloku dhe antarët e tij dhanë rreth 20 miliardë euro në 2024. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se është jetike të vazhdohet mbështetja e Ukrainës në fushën e betejës, sidomos duke konsideruar mungesën e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në administratën e Donald Trump. Presidenti amerikan ka dhënë fund izolimit diplomatik të Rusisë dhe po u bën presion të dyja palëve për të negociuar. Pas një takimi të ministrave të jashtëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian në Bruksel, Kallas tha se propozimi i saj kishte mbështetje të gjerë politike dhe diskutimet tani po hynë në detaje. Propozimi ka mbështetje të fortë nga vendet e Europës Veriore dhe Lindore, por disa kryeqytete të Europës Jugore kanë qenë më të rezervuara, duke reflektuar një ndarje midis atyre gjeografikisht më afër Rusisë, që i kanë dhënë më shumë ndihmë Ukrainës, dhe atyre më larg që kanë dhënë më pak. Estonia, Danimarka dhe Lituania kryesojnë me ndihmat në Europë, pasi kanë dhënë më shumë se 2% të prodhimit të brendshëm bruto të tyre për Kievin midis janarit 2022 dhe dhjetorit 2024. Italia, Slovenia, Spanja, Portugalia, Greqia dhe Kipër janë ndër shtetet që kanë dhënë më pak, pasi kanë siguruar më pak se 0.5% të prodhimit të brendshëm të tyre. Hungaria, që ka qeverinë më miqësore me Rusinë, është në fund të tabelës së ndihmave. Ministrat nga Italia dhe Spanja, që janë ekonomitë e treta dhe të katërta më të mëdha të Bashkimit Evropian, thanë se ishte shumë herët për të marrë një qendrim përfundimtar mbi propozimin. Franca ka ngritur gjithashtu pyetje rreth planit, thonë diplomatët. Përfaqësuesit italian theksuan se propozimi duhet të diskutohet në thellësi dhe në dritën e zhvillimeve të ardhshme. Ne jemi duke pritur për bisedën telefonike Trump-Putin për të parë nëse do të ketë ndonjë hap përpara për të arritur një armpushim, thanë burime zyrtare, duke shtuar se Italia gjithashtu duhet të gjente para për të rritur shpenzimet e saj të mbrojtjes. Udhëheqësi francez Emmanuel Macron kërkon që të binë vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të blinë armë evropiane në vend të pajisjeve amerikane. Kjo deklarat vjen pas tensioneve në rritje me administratën Trump dhe synon të reduktojë varësinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti francez Emmanuel Macron dëshiron të bindë vendet e Bashkimit Evropian që të ndalojnë blerjen e pajisjeve mbrojtëse të SBA-s dhe të marrin armë franceze dhe evropiane. Macron, i cili ka bërë thirrje prej vitesh për të drejtuar shpenzimet e mbrojtjes drejt produkteve të Bashkimit Evropian, tha se vendet e bllokut duhet të investojnë në opsionet lokale. Qëllimi im është të shkojë dhe të bind shtetet evropiane që janë mësuar të blejnë produkte amerikane, tha ai për mediat franceze. Atyre që blejnë Patriot duhet të ofrohet versioni franco-italian SAMP i gjeneratës së re. Ata që blejnë F-35 duhet të marrin Rafale. Kjo është mënyra për të rritur shkallën e prodhimit, theksoi Macron. Komentet e tij vijnë ndërsa anëtarët evropian të NATO-s janë bërë edhe më të varur nga armat të SBA-s në krahasim me më parë. Këtë muaj Holanda dhe Belgjika konfirmuan se do të blinin avion luftarak F-35 amerikan, ndërkohë që Portugalia po përpiqet të zëvendësojë avionet e saj luftarak F-16 të prodhuara në SBA me F-35 më moderne për shkak të pozicionit të fundit të Shteteve të Bashkuara në kontekstin e NATO-s. Macron tha se ai u ka kërkuar kompanive franceze të mbrojtjes që të shkurtojnë burokracinë dhe ulin kostot për të bërë një opsion më tërheqës. Presidenti francez sqaroi gjithashtu se si mund të duket një dislokim i mundshëm i trupave evropiane për të ndihmuar Ukrainën. Qëllimi është që të dislokohen disa mijëra burra për çdo shtet në pika kyçe për të kryer programe trajnimi dhe të tregojnë mbështetjen tonë në periudhën afatgjatë, shtoi ai. Macron avizoi se kushtet e vendosura nga presidenti rus Vladimir Putin për një armëpushim në Ukrainë janë të pranueshme. Sipas presidentit francez, kjo do të nënkuptonte një pushtim të pjesëshëm të Ukrainës dhe një ngrirje të konfliktit, pa ofruar asnjë siguri apo garanci për të ardhmen. Macron njoftoi për javën e ardhshme një reformë të shërbimit kombëtar universal, që është një shërbim vullnetar për njerëzit e moshës 15 deri në 17 vjeç. Ai përfshin aktivitete sportive, edukim qytetar dhe një qëndrim në një organizatë shtetërore ose jo qeveritare për të përmbushur nevojat e kombit dhe prioritetet që kemi identifikuar. Lideri francez, megjithatë, përjashtoi një rikthim të shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Rusia planifikon të nisë prodhimin masiv të litiumit në fund të dekadës. Moska kërkon të reduktojë varësinë nga importet dhe të rrisë prezencën globale në industrinë e baterive dhe automjeteve elektrike. Rusia planifikon të prodhojë të paktën 60.000 tonë me trikarbonat litiumi në vitin 2030, tha Ministria e Burimeve Natyrore. Moska kërkon të reduktojë varësinë e saj nga importet dhe të rrisë prodhimin e baterive elektrike me kapacitet të lartë. Litiumi dhe mineralet të tjera kritike, duke përfshirë metalet e tokës së rrallë, kanë fituar vëmendje globale muajt e fundit, pasi presidenti i SBA-s Donald Trump synoi të kundërshtonte dominimin e Kinës në këtë sektor, duke ofruar marrëveshje prodhimi për Ukrainën dhe Rusin. Litiumi, një metal thelbësor për prodhimin e automiteve elektrike, përfshihet në listën e 50 mineraleve që konsiderohen kritike nga shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara, ndërsa Rusia raportoi se kishte 3.5 milion tonë rezerva të oksidit të litiumit. Shërbimi gjeologjik amerikan vlerësoi rezervat e litiumit të Rusisë në rreth 1 milion tonë në vitin 2024, duke renditur në vendin e 14 në botë. Oksidi i litiumit përmban rreth 1/3 e litiumit të pastër dhe karbonati i litiumit përmban rreth 20% të litiumit të pastër. Prodhimi industrial i mineralit në vend do të fillojë në vitin 2030, tha ministria. Presidenti Vladimir Putin tha muajin e kaluar se Rusia duhet të përshpejtojë planet për të gërmuar depozitat e litiumit. Kërkesa për këtë mineral është rritur vitet e fundit, ndërsa kompanitë ruse punojnë në prodhimin masiv të baterive dhe të automjeteve elektrike. Vendi ka importuar tradicionalisht litium dhe tani është thelbësore të hapen me shpejtësi objekte dhe të nxitet nxjerrja dhe përpunimi i këtij burimi të rëndësishëm strategjik për ekonominë, shtoi ministria. Qeveria tha se kishte lëshuar licenca kërkimi për 3 depozita kryesore. Ato dhe fabrikat e prodhimit pranë tyre pritet të bëhen funksionale deri në vitin 2030. Në vitin 2023, Rusia nxorri vetëm 27 tonë litium si nënprodukt në një depozit smeraldi në malet Urale. Prodhuesit kinez të makinave po ndërtojnë sisteme me karikim të shpejt për automjetet elektrike, por kritikët thonë se miratimi masiv i kësaj teknologjie do të ushtrojë presion mbi rrjetin e energjisë. Kompania kineze BYD ka zbuluar një sistem karikimi me megawatt, që thotë se mund të karikojë një makinë elektrike, po aq shpejt sa mbushja e një veture me karburant. Kompania tha se do të ndërtojë një rrjet në të gjithë Kinën, duke ndezur një garë të re superkarikimi. Drejtuesit skeptik ndaj automjeteve elektrike kanë përmendur shqetësimet se bateritë e tyre mund të dështojnë gjatë udhëtimeve në distanca të gjata, duke i shtyrë prodhuesit të automjeteve të gjejnë si zgjidhje teknologjinë e karikimit të shpejtë si dhe të ndërrimit të baterive. Prodhuesit kinez të automjeteve po përdorin teknologji të tilla si pika kryesore të shitjes për të tërhequr blerësit në një treg super konkurrues dhe teknologji të tilla janë vlerësuar për kontributin në adoptimin e lartë të makinave elektrike në Kinë. Tesla gjithashtu ofron karikues ultra të shpejt. BYD tha se ashtu quajtura super platformë e saj do të jetë aftë të ngarkojë maksimalisht 1000 kW, duke u mundësuar makinave që e përdorin atë të udhëtojnë 400 km me një karikim 5 minutash. Për të arritur një performancë të tillë, BYD tha se kishte zhvilluar një paket teknologjish, duke përfshirë bateritë me një shumëzues karikimi 10C, që do të thotë se ato mund të ngarkohen me 10 herë kapacitetin e baterisë në orë. Të tjera përfshin motor me fuqi të lartë, qipe të fuqishëm dhe karikues të shpejtë që mbështesin 1000 kW fuqi. Për krahasim, Tesla ka kryesisht një sistem 400 volt që mund të karikojë deri në 250 kW për makinat elektrike të saj. Përjashtimet për prodhuesin amerikan të automjeteve janë Cybertruck-u i tij që funksionon me një arkitekturë 800 volt me një shpejtësi maksimale prej 350 kW. Zeekr, makina premium e Geely, lançoi vitin e kaluar një platformë 800 volt që mund të karikojë 80% të një baterie 75 kW në 10.5 minuta. Li Auto dhe Xpeng kanë një teknologji të ngjashme që mund të arrijnë më shumë se 400 km diapazon udhëtimi me një karikim 10 minutash. BYD përbën më shumë se 1/3 e shitjeve të makinave elektrike në Kinë, por pronarët e saj janë mbështetur kryesisht në pajisjet e karikimit të prodhuesve të tjerë të automjeteve ose vendet publike të karikimit të drejtuara nga operatorë të palëve të treta. Kompania tha se super platforma më e fundit e elektronike kërkon karikuesit e vet të shpejtë dhe se do të ndërtonte më shumë se 4000 stacione të tilla karikimi në të
gjithë Kinën. Analistët megjithatë kanë paralajmëruar se miratimi masiv i teknologjisë së karikimit të shpejtë do të ushtrojë presion shtesë mbi kapacitetin e rrjetit të energjisë, që do të kërkonte përpjekje dhe investime shtesë për të përmirësuar infrastrukturën. BID tha se do të trajtonte sfidën duke pajisur një njësi të ruajtjes së energjisë me secilin nga karikuesit e saj të shpejtë, gjë që do t'i bënte objekte të tilla më të kushtueshme. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.